Këtu është horoskopi e enjte 9 tetor 2025. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Pasdite mund të dëshironi të zgjidhni një çështje të rëndësishme dashurie. Nëse punoni vetë, kthesat dhe ndërmjetësimet e nevojshme që mund të krijojnë bezdi. Demi. Shumë dyshime që ngrihen në zemrën tuaj. Nëse jeni duke bërë diçka që nuk ju pëlqen, ndërroni muzikë. Binjaket. Forma e mirë fizike pavarësisht dhimbjeve dhe dhimbjeve, veçanërisht për ata që nuk janë më shumë të rinj. Do të zgjidhni disa çështje të pasgjidhura me vajzat dhe djemt, vëllezërit ose motrat. Gaforja. Situatë e lëngshme, shans për të hasur dikë që do të jetë i dobishëm për ju në punë. Dita e rikuperimit psikofizik. Luani. Dita ofron një situatë paqësore. Pikat referuese të ujorit dhe binjakëve. Virgjeresha. Kishte një bezdi të vogël në familje, ndoshta duhej të ndihmoni një njeri që nuk ka qenë mirë. Diskutime të vogla, sidomos në dashuri dhe në zyrë. Peshorja. Ndryshime pune, duhet të kontaktosh dik ose ka një transferim, një udhëtim. Në dashuri, ju mund t'i largoni njerëzit nga juaja, të mos dashuroheni me ata që janë të lidhur apo shumë larg. Akrepi. Emocionet në progres, përpiquni të planifikoni diçka në fundjavat e ardhshme që ndihmon ndjenjat. Është një kohë që kërkon shumë kohë për të punuar. Mos i nënvlerësoni kontaktet, nëse ja vlen të merrni, bëni kërkesat e duhura. Shigjetari. Një ditë e çuditshme, disi e trazuar, në mëngjes ka tensione që zhduken pasdite, në përgjithësi nuk mund të flasim për një periudhë të keqe, por sot dukeni më të hutuar. Bricjapi. Nëse jetoni një marrëdhënie të qëndrueshme, mos u tërhiqni në vetvete dhe jepini më shumë disponueshmëri partnerit. Tensione në familje. Ujori. Mund të përjetoni një emocion të bukur. Situatë pozitive për udhëtime. Ka një energji dhe dëshirë të madhe për të filluar përsëri, edhe nga e para. Peshqit. Kur udhëtoni, shkëputeni nga realiteti dhe ndiheni më mirë. Dashuria mund të trokas në derën tuaj dhe do të ishte turp ta humbni atë vetëm për paragjykime të pastra. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mire.